kur është koha e duhur për mbjelljen e domateve. Sekreti për një prodhim të bollshëm. Një nga gabimet më të zakonshme që bëjmë është mbjellja e domateve shumë herët. Edhe pse temperaturat mund të duken të ngrohta gjatë ditës, domatet janë shumë të ndjeshme ndaj të ftohtit. Një eksperte paralajmëron se koha më e mirë është të mbillen kur temperatura gjatë natës të jetë mbi 10-12 gradë dhe idealisht gjatë ditës 15 gradë. Për këtë arsye ato duhet të mbillen pasi të ketë kaluar plotësisht rreziku i ngricave, ndërsa ata që kanë sera mund t'i mbjellin më herët pasi bimët mbrohen nga lohatjet e temperaturës dhe ngricat e natës. Prandaj, nëse dëshironi një korrje të pasur gjatë verës, mos u nxitoni me mbjelljen. Momenti i duhur mund të bëjë gjithë ndryshimin. Pas kësaj, hapi tjetër për një prodhim të bollshëm është kujdesi ndaj tyre dhe përkatësisht përgatitja e plehut natyral me lëkurë të bananës. Për të përgatitur plehun natyral, prekni lëkurat e bananës në copa të vogla dhe vendosini në një kavanos me gjysmë litri ujë, duke i lënë të qëndrojnë gjatë natës. Të nesërmen kullojeni lëngun e përftuar dhe përdoreni si pleh natyral një herë në javë për domatet, specat, luleshtrydhet dhe bimët e tjera që japin fruta ose lule.